25 persona që u arrestuan nga antidroga e Tiranës pasi shpërndanin lëndë narkotike në Ishu Bllok dhe disa zona të tjera, u paraqitën para tokave të zeza në gjykatën e Tiranës, ku u konfirmua masa arrest me burg për 22 prej tyre, ndërsa pati vetëm 3 ndryshime për të arrestuarit. Një detyrim paraqitje dhe 2 në masën e sigurisë arrest shtëpie. Masa ndaj Albert Shushku u letësua nga arrest me burg në arrest shtëpie, ndërsa ndaj Joana Rustemit në detyrim paraqitje. Ndaj Fai Kurtit është konfirmuar masa arrest në shtëpi. Të arrestuarit gjatë operacionit: Arnold Hida, Durim Gurzi, Artur Gurzi, Elvis Sejdo, Julian Bushati, Adnan Hida, Sabian Jashari, Mario Avdiaj, Geraldo Kovaci, Albert Shushku, Emra Mustafaj, Joana Rustemi, Vladimir Qerimi, Myzafer Xhanari, Albi Shehu, Ledio Dervishi, Julian Rabushja, Elisard Rustaj, Kledi Sinani, Bledar Duka, Kevin Troplini, Samuel Demiri, Ardit Dervishi, Faik Kurti dhe Ledin Kazanxhi. Me urdhër ekzekutimi të firmosur nga gjykata e Tiranës, blut gjetën drogë dhe armë nëpër çantat marsup të disa personave në operacionin Bllok 33. Në total u urdhëruan 33 arreste, ndërsa policia mundi të prangos 25 prej tyre, njëri prej të cilëve në masën arrest shtëpie. Ndërkohë po punohet për gjetjen dhe arrestimin e 8 të mbeturve tashmë në kërkim. 2 prej personave kryesor të arrestuar, të cilët dyshohet se siguronin lëndë narkotike, e cila më pas shpërndai në doza, janë vëllezërit Durim dhe Artur Gurzi, 46 dhe 41 vjeç. Përveç kokainës që ju gjetën në banesat e tyre, sirtarëve ju sekuestruan edhe 20.000 euro. Sipas burimeve mësohet se grupet kriminale shpërndanin dhe shisnin drogën në lokalet më të famshme të zonës së Ish Bllokut, Selitë dhe Shkollë të Bashkuar. Në mesin e të arrestuarve ka banakier dhe kamarier, pasi dyshohet se ishin të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm. Klientët ishin persona VIP dhe frekuentoheshin jetën e natës. Gjatë kontrolleve u gjetën dhe sekuestruar 1 kilogram e 964 gram kokainë, 450 gram heroin, 2 pistoleta, 29 celular, 6 automjete, 4 peshore elektronike dhe shumë të konsiderueshme parash. Më herët, gjatë hetimeve disa mujore janë prangosur dhe 9 të tjerë, duke e çuar në 42 numrin në total të personave të hetuar dhe 85 kg të kanabisit të sekuestruar.